Prodhimi i qershisë dhe kumbullës në juglindjet vendit për shkak të rreshjeve të dëborës shoqëruar me temperatura të ulta ka shkuar dëm për këtë vit. Fermerët nga një ran, por edhe specialistët, thanë se edhe prodhimi i pritshëm i mollës në përqindje jo të vogël ka shkuar dëm. Por në fshatin Dvoran na paraqitet një situatë krejt ndryshe për ato fermerë që i kanë trajtuar në kohën e duhur mollët. Temperaturat e ulta shoqëruar me rreshje bore gjatë ditëve të para të muajit prill kanë dëmtuar në përqindje të madhe qershinë e kumbullën. Krejt ndryshe paraqitet situata me mollët me ata fermerë të cilët kanë trajtuar në kohën e duhur sipërfaqet e mbjella me këtë kulturë bujqësore. Arben Likolari është njëri nga fermerët super potencial të fshatit Dvoran që njihet për kultivimin e mollës. Ai tregon se nisur nga të dhënat që ka marrë nga sistemi i qendrës së transferimit të teknologjive në drejtorinë e bujqësisë në Korçë, në kohën e duhur e ka realizuar ndërhyrjen e trajtimit të sipërfaqeve të mbjella me mollë me preparat antistres me ushqim të mjaftueshëm si dhe spërkatje të ndryshme. Na japin parashikimet e motit për situatat që temperaturat bien në 0 gradë, edhe ne fillojmë të marrim masat emergjente para prake për ta mbrojtur ata. Dhe një ndër nga këto fenomene është që duhet trajtimi i mollës 4-5 ditë para se të fillojë ulja e temperaturës. Kjo trajtohet me stimulant, me preparate antistres, në mënyrë që bimat të krijojë një rezistencë kundër ngritës. Dhe masat e tjera janë edhe puna që ke bërë gjatë vitit të më përpashëm. Si e ke trajtuar bimën, sa mire ke ushqyer, që ajo të jetë me një shëndet shumë të plotë, shumë të fuqishëm, që të krijojë këtë situatë të jashtëzakonshme që ndodh. Tjetër panoram paraqet Pëllumca Zmulka, fermeri nga i njëjti fshat, i cili tregon se një pjesë e mirë e prodhimit ka shkuar dëm për shkak të mos trajtimit në kohën e duhur të sipërfaqes së mollës. Prodhimi ka pakogje, ajo sardinia pakogje ka mbetur, vetëm nga temperatura që ka pasur të ulta. Edhe ka bërë dëme, dëmtime ka bërë në sarkinë edhe në golin. Golin e ka rezistuar çik më tepër. Nuk i arrin në atë kohë që pati temperaturë shumë të ulta, e nuk arritëm do t'i kaptim të. Andaj në lulet jo se benje, por nuk është problemi se trajtimet janë të tërë, ja do është një nga një. Bërë, edhe në atë kohë, po ndikon shumë temperaturat e ulta. Fshati Dvoran ka sipërfaqet më të mëdha të mbjellë me mollë, kumbull e qershi në gjithë juglindjen e vendit.